që në hyrje të intervistës si pyeta për atë që Kosova ishte suspenduar pra nga pjesëmarrja në vitin 2023, Defender 2023. Tash, kjo pjesëmarrje e Kosovës do të ndikojë apo jo në rritjen e bashkëpunimit me SBA-n konkretisht, sepse reagimi atëherë ishte pas trazirave në tensioneve në veri të vendit. Kushtrim ne kemi konsumuar kohë shumë, kemi pas rast edhe më herët të flasim për atë ngjarje që ka ndodhur në 2023, por që kemi thënë edhe atëherë se ne fatmirësisht e kemi kryer ushtrimin. Ajo që ka ndodhur ka qenë në fund, posa asaj ekspozes fundit që ka qenë dashur të jenë miqt ose mysafirët për ta përcjell përfundimin e ushtrimit. Kështu që dihet se ka qenë një afekt politik që ka ndodhur, domethënë duke marrë parasysh sistat jo ngjarjet që ndonin në veri, por që nuk ka pas ndikime tek ne dhe ne kemi përfunduar me sukses ushtrimin. Normal që efektet në opinion ka pasur shumë diskutime, debate të shumta, por që Shtetet e Bashkuara pa asnjë moment nuk e kanë ndërprer aktivitetin dhe ndihmën ndaj ushtrisë sonë, dhe ky fakt flet shumë. Madje viti i fundit 2024 ka qenë vit edhe më dinamik i shtimit të interesimit të madh të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për shkak të marrëveshjeve të nënshkruara? Edhe marrëveshjet që kemi arritur, një marrëveshje që është shumë domethënëse dhe që arrin edhe atë majën e asaj çka ne kemi kërkuar, por që është ndihma është në shumë dimensionale. Në shkollim, në trajnim, në stërvitje të shumta. Pastaj edhe interesimi i madh që ne të jemi pjesë e zhvillimit edhe në botë, domethënë që të dislokohemi në vendet e tjera. Kësaj radhe kemi para fatin që paraprakisht jemi duke u përgatitur që të jemi në Siri. Pa konsiderim të kuvendit? Po. Pa konsiderim të kuvendit? Këto procese ecin, po besoj që do bëhet edhe ajo dhe por nuk mund të shkojnë. Do të realizohet. Nuk mund të shkojnë në mision apo jo? Unë besoj që ka forma, mënyra që duhet shteti kur merr parasysh prioritetet dhe kjo është shumë rëndësi për ne dhe shumë esenciale, kjo që duhet bëhet. Ky vullnet i Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet çmuar dhe është ajo çka e dëshmon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë të interesuara që ushtria jonë vërtet jetë me kapacitete të forta, të plota, dhe është një fakt tjetër që kemi kriju besueshmërinë as të madhe, saqë sot zhvillohet një ushtrim kaq i rëndësishëm në Kosovë. Po, pjesëmarrja e FSK-s në misione të veçanta apo jo, nuk mund të bëhet pa pasur institucione të reja. Konsiderim të kuvendit dhe të qeveri të plot, me kompetencat e plota, jo në detyrë.